Eliona bisedon me lëndrimin në një moment të qetë të ditës, por biseda mes tyre merr menjëherë një ton serioz dhe emocional. Ajo i afrohet atij me një ndjenjë ankthi dhe dyshimi, sepse ka diçka që e mundon dhe nuk e lë të qetë. Me zë të ulët, por të prerë, Eliona e pyet lëndrimin nëse ai i ka treguar Klodit atë që ajo kishte rrëfyer më parë, konkretisht ndjenjat e saj të forta për Klodin dhe faktin që ajo e dashuron atë. Pyetja e saj nuk vjen rastësisht, por pas shumë dyshimeve dhe sjelljeve të fundit që ajo ka vënë re në shtëpi, lëndrimi e shikon drejtë në sy dhe, pa u menduar shumë, i përgjigjet se po, ja ka thënë Klodit. Kjo përgjigje e drejt për drejt e trondit Elionën dhe shihet qartë se ajo mbetet e shtangur për disa çaste. Ajo nuk e priste që fjala e saj të ishte përcjell kaq hapur dhe pa paralajmërim, sidomos kur bëhet fjalë për ndjenja kaq personale dhe të ndjeshme. Fytyra e saj ndryshon, emocioni i përzihet mes zhgënjimit, frikës dhe turpit, sepse tani e di që Klodi është në dijen e asaj që ajo ndjen vërtet. Eliona i shpreh lëndrimit se kjo gjë e ka vënë në një pozicion shumë të vështirë, pasi ajo nuk ishte gati që Klodi ta mësonte në këtë mënyrë. Ajo ndjehet e ekspozuar dhe e pambrojtur, sikur zemra e saj të jetë nxjerrë hapur para të gjithëve. Nga ana tjetër, lëndrimi përpiqet të justifikohet, duke lënë të kuptohet se nuk e ka bërë me qëllim të keq. Por sepse situata kishte ardhur në atë pikë dhe e vërteta kishte dalë vetë në sipërfaqe, biseda mes tyre vazhdon me tension, ndërsa Eliona përpiqet të kuptojë nëse ky rrëfim do të ndryshojë diçka mes saj dhe Klodit. Ajo ndihet e pasigurt për reagimin e tij dhe për atë që mund të ndodhë më pas. Mendimet i vërshojnë pa pushim, sepse tani çdo veprim i Klodit mund të ketë një kuptim tjetër. Kjo bisedë me lëndrimin shënon një moment kyç për Elionën, pasi ajo e kupton se ndjenjat e saj nuk janë më sekret dhe se rruga përpara do të jetë edhe më e ndërlikuar, plot tension emocional dhe pritje të pasigurta.